A kena na për shembull në rast tërmejte ose në rast sulme për jashtë, çu më thon bunkira në Kosovë ku më mbrojt. Bodrume cilat I krijojnë siguri grave fëmijëve qytetarëve. Kapacitetet janë të limituara në kuptim të institucioneve, sepse shteti I ri edhe nuk ka pas investimin këtë drejtim. Po ka mund të shfrytëzojnë kapacitetet private. Këtu tash roli I agjencisë menaxhimit emergjent dhe strukturave të tjera. A din institucionet ku janë çto private, a kanë evidenca të çka? Po unë gjithmonë shpresoj që duhet me ditë. Sepse nuk kam dëshirë me besu që nuk din, unë shpresoj që din. Edhe po jashtë kësaj mendoj që duhet punë edhe përpjekje vazhdueshme. Ne po I shohim shtetet e zhvilluara si Finlanda, shtetet nordike, Norvegji, Suedi dhe të gjitha të tjera, kanë përgatitur manuale udhëzues për qytetarë si me vepru në rast fatkeqësive natyrore dhe gjendjes luftës. Duhet tek ne mund të fatkeqësive natyrore dhe gjendjes luftës. Manuale për to. Po. A kena na manuale në ndonjë institucion në rast zjarrit mbrana një objekti qysh mos sill për në Agjencia e Menaxhimit Emergjent ka pas disa manuale të thjeshta, për të cilat nuk janë shpërndar, janë publikuar dikun aty, por nuk janë shpërndar në masë. Na vazhdimisht raportojnë, e kena raportuar qysh prej Trepçës. Po. Ndërmarrjes Trepçës që operon 800 metra thellësi. Po. Qysh aparatet kundër zjarrit, aparatet për përfikjen e zjarrit, janë me muj ose me vjet pa fat. Po, ajo gazmend është shkelje ligjore. Po përveç shkelje ligjore nëse ndodhet në fatkeqësi, kush e merr përgjegjësinë nëse ke shmujt më evitu me disa mjete efikase. Nëse lejon në ta them në bazë ligjore çka duhet më ndodh aty. Çka duhet me pas. Ndërmarrja Trepça është ndërmarrje e madhe. Edhe në bazë ligjit detyrohet me pas njësinë e zjarfikse industrial quhen, sepse ne në bazë ligjit kemi 3 lloje zjarfiksave në gazmend. Kemi zjarfiksa profesional, që janë këta që I shohim për fikjet zjarrit, shurje të zjarrit mbrojtje jetës. Kemi zjarfiksa industrial, edhe zjarfiksa vullnetar. Të rasti Trepçës, të rasti I korporatës energjetike, të rasti I ndërmarrjeve që përbëjnë infrastrukturën kritike të një vendi, duhet me pas njësinë brenda ndërmarrjes, e cila me funksionu me kapacitetet plota. Me sa di nuk ka kanë. Pastaj kushtet minimale për siguri dhe mbrojtjen punë, aparatet për fikjet zjarrit, ndihma parë mjekësore, sistemi I alarmimit dhe detektimit zjarrit, pastaj rrjeti hidranteve të ujit, hidrantet e brendshëm dhe hidrantet e jashtëm. Pastaj njerëzit e trajnuar brenda ndërmarrjes duhet me qenë. Çdo ndërmarrje me ligj duhet me pas disa zyrtar të cilët janë të licencuar dhe të trajnuar për mbrojtje dhe sigurinë punë dhe për emergjenca. Pastaj duhet kuti të ndihmave të para me pas. Spaku një kuti ndihmës parë, siç parashit me ligj për 20 punëtor është. Nuk di ai kanë. Dëshoj që I kanë, po bëj thirrje që të veprojnë. Ti bojnë këto janë minimale çka po themi ne. Do thon kushtet minimale janë këto. Trepça duhet me pas njësinë vetë zjarfiksve. Ashtu siç ka aeroporti I Prishtinës, aeroporti ndërkombëtar Adem Jashori, ka njësinë e zjarfiksve. Jo, në nashta dhe ka njësinë e zjarfiksve. Po duhet ta ketë funksionale, po them. Po unë çfarë them që as aparatet nuk e kanë pas më afat. Jo, aty kemi të bëjmë me shkelje ligjore. Për të kësaj na kanë raportuar edhe për centra klinike të mjekësisë familjare që kanë aparatet kundër zjarrit pa afat. Aty ka pacienta shtrirë, nashta ju të gjithë më ikën në rast shpërtimet e një zjarri. Gazmend, unë kam përcjell raportimet e juaja I keni shumë me vend, raportimet vazhdueshme që bën portali juaj, edhe nëse ndodh një gjë e tillë, që unë ju I keni paraqit, ajo është shkelje ligjore. Edhe duhet inspektoratet përkatëse me dalë në terren, me dalë vend ngjarje edhe me konstatuar gjendjen, me procedurë verbale, edhe në momentin që nuk ka fikse aparatet fike zjarrit, nuk ka kuti ndihmës parë, nuk ka ndriçim, nuk ka këto janë elementet themelore, minimale, atëherë duhet me marr masa ligjore. Duhet me shqiptu gjoba, duhet me shkullën çështje penale, nëse ka nevojë për përgjegjësinë e institucionit. Është e patolerueshme në vitin 2025 mos me pas fikse zjarrit në institucionet me rëndësi vitale, se qendra e mjekësisë familjare, spitali, ambulanca, Trepça, ujësjellsi, ndërmarrjet e ujësjellsit, ndërmarrjet që ofrojnë shërbime për qytetar, është e patolerueshme mos me pas fikse zjarrit, se është minimali, është pastaj mos me pas ndihma të parë, mos me pas njerëz të trajnuar dhe licencuar, mos me pas shenjat e ndonjë dukshme të afishuara, se duhet me ditë njerëzit
ku është plani i evakuimit, mos me pas planin e evakuimit, mos me pas mjetet tjera që duhet me qenë, minimale janë.